Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me pensionistët në Gjirokastër, ku ndau objektivat për rritjen e pensioneve gjatë mandatit të 4 të qeverisë. Ai deklaroi se plani ndërtuar me ekspertizë vendase dhe ndërkombëtare synon një pension minimal prej 200 eurosh dhe një mesatar për të siguruarit në nivelin e 400 eurove. Pavarësisht se ke punuar, s'ke punuar, ke bërë ç'ke bërë, pensioni minimal të jetë 200 euro dhe të arrijmë që për të siguruarit të kemi një pension mesatar 400 euro. Rama akuzoi kundërshtarët politik se flasin për llogari dhe u premtojnë qytetarëve shifra të pamundura vetëm për të mbledhur vota. Të tjerat, këto që ju thonë, janë të gjitha rruga drejt Humnerës. Ose sepse nuk e kanë problem rrugën drejt Humnerës, dhe ju e dini shumë mirë kush nuk e ka problem rrugën drejt Humnerës, e keni shumë të qartë, e njihni mirë. Nuk din çfarë flasin, dhe thonë hajde, ta haj kush ta haj, ta besoj kush ta besoj, që ne do t'i bëjmë pensionet kështu, do t'i bëjmë pensionet ashtu, e pastaj të marrim të kapim në një vot të shkojmë në parlament. Ai shtoi se marrëveshja me Greqin për njohjen e kontributeve është e vështirë, por antarësimi në Bashkimin Evropian do të zgjidhë automatikisht çdo çështje. Ne nuk e dim sa mund të zgjasin negociatat me Greqin, por ne dimi që në momentin që ne hymë në Bashkimin Evropian dhe që shqiptarët marrin pasaportën, flas për probleme letrash, jo leja e qëndrimit, jo leja e punës, jo ma dha lejen, jo s'ma dha lejen, jo do shkoj te prefektura, jo da fendikoj, jo ky, jo ai, mbarojnë të tëra. Në një komunikim të drejt për drejt me qytetarët, Rama u rikthye te polemikat me opozitën, duke e përshkruar votuesit opozitar si politikisht autik dhe lideri si bufi kënetës, një term që sipas tij është metaforik. Unë e them si metaforë, kuptohet, nuk është një raport klinik, se për mua kush shkon në kënet është gjysmak, do më të zgjedhësh midis BE-s dhe kënetës. Kënetën nuk je mirë, politikisht je autik, nuk je mirë, populli është i smur. Ai nënvizoi se nuk ka ndërmend të përfshihet në debate me liderin aktual të opozitës, duke e cilësuar si një figurë në rrëshqitje politike.